Jemi rikthyer për të analizuar zhvillimet kryesore politike në vend me Ilir Kalemajn dhe Rezart Kthupin. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit që u kam në studio. Kthupi si jurist i bllokon Velia me çojën në gjykatën kushtetuese zgjedhjet apo jo? Të Tiranës po. Tiranës. Po Tiranës, po të tjerat jo. Po vetëm Tiranës. Janë histori tjetër. I bllokon gjë, procedura kërkon që Presidenti i Republikës në momentin që i kërkohet shpall datën e zgjedhjeve, të marrë informacion nga gjykata kushtetuese në lidhje me vakancën. Ajo që ka prodhuar vendimi i Këshillit të Ministrave është vakanca e pozicionit kryetarit të bashkisë. Por është një vakancë që nuk është prodhuar për shkaqe natyrale, të mungon kryetari i bashkisë, është prodhuar për shkaqe ligjore. Dhe përsa kohë ka një shkak ligjor që prodhon vakancën, presidenti është i detyruar të informohet nëse ky shkaku ligjor është ankimuar apo jo në gjykatë kushtetuese. Fakti që dërgohet ankimimi në gjykatë kushtetuese tregon që shkaku ligjor duhet të nështrohet shërtimi gjyqësor, pastaj që masi të marri formë prerë, Presidenti i Republikës ketë mundësi të vendosë nëse shkaku është plotësisht në fuqi dhe të shpallë datën e zgjedhjeve. Përsa kohë gjykata kushtetuese nuk do ta shqyrtojë çështjen, Presidenti nuk do të jetë në gjendje të shpallë. Me rast të veçantë për shkak të ndjeshmërisë dhe të mos shkojë si shumë çështje të tjera, po të shprehet shpejt? Kjo po. Kjo është një çështje gjykata kushtetuese, po problemi është që gjitha afatet e gjykatës kushtetuese janë të paktën mbi 30 ditë. Nuk do të mblidhet nesër gjykata kushtetuese për ta shqyrtuar këtë çështje. Pra për një muaj ne duhet kemi një përgjigje. Po nëse kjo çështje do shkojë për te një muaj, ndërkohë do të mbahen peng një muaj dhe 5 apo 6 bashki tjera që do të shkojnë ndërkohë në procesin e zgjedhjeve. Se këtu është po ndodh një gjë që ndodh gjithmonë në Shqipëri kur bëhet fjalë për mënyrën se si lakohet apo përkulet ligji ose si shkelet ligji kur kemi interesa politike. Po të kthesh mbrapsht në kohën 2022-shin, mbas një 3 vjetësh që një 6 bashki ndetën kështu në një situatë limbo, purgatori, presidenti u kujtu dhe vendosi të shpallte datën e zgjedhjeve. Ajo që po ndodh sot është rasti identik, do të thonë kemi bashki të cilat janë vakante të paktën që nga 11 maj, kanë vakancë të krijuar për shkak ligjor dhe që nuk kanë nevojë për asgjë përveç se Këshilli i Ministrave që t'i adresojë Presidentit të Republikës kërkesën për shpalljen e datës së zgjedhjeve. Këshilli i Ministrave nuk e bën sepse gjitha këto bashki po bashkohen bashkë me Bashkinë Tiranë. Dhe do të jemi në një rast në cilin nëse Bashkia e Tiranës nuk shkon dot më njëherë në zgjedhje, do marrim zvarr dhe 5 bashki tjera, të cilat nuk do të çojmë zgjedhje, do t'i mbajmë në të njëjtin status me kryetarët komanduar. E shkelim ligjin sepse kemi një interes politik që lidhet me Bashkinë Tiranë. Kalemajn, ka një betejë ligjore apo ka një as në mëng Velia që kërkon të përballet me Edi Ramën, i cili ka pritur edhe dorëheqjen e tij? Duke marrë parasysh edhe faktin se si rodhi lajmi, si u përhap fillimisht nëpër WhatsApp-et e gazetarëve dhe pastaj u botua, pra duke që avokatët ishin kujdesur që të dilte në pah kush ishte kontestimi politik, më tepër se kontestimi juridik i bënte zoti Velia i gjithë procesit. Natyrisht, unë lexova pak në atë që ishte paraqitur, ku ai referoi në 115 kushtetutës dhe interpretimi që ata bëjnë apo që kërkojnë tua njoh si të vlefshëm gjykata kushtetuese, është si thua pamundësia objektive, pra ata luanin me termin, natyrisht zoti Velia nuk është arrestuar në flagrancë, pra përjashtoi pika kryesore dhe ai ka një pamundësi objektive për të ushtruar këtë detyrë, duke qenë se është në arrest në burg, mas e sigurisë, dhe për këtë arsye ai ka pasur pamundur që të ushtrojë veprimtarinë si kryetarin detyrë i Bashkisë Tiranë. Dhe këtu është argumenti kryesor që ai është mbajtur edhe gjatë dosjes që ka depozituar në qoftë se marrim të mirëqenë që ka shkuar në gjykatë kushtetuese, por ideja është që çfarë do të thotë kjo për Erion Velin, çfarë do të thotë kjo për zgjedhjet, bashkiake në metropolin e vendit që kanë 7 muaj pa kryetar bashkie, pra i bie të vonojnë akoma më tepër, çfarë do të thotë kjo në lidhje me fatin, siç e tha zoti Kthuppi, të 5 bashkive të tjera, të cilat natyrisht janë përtej afateve dhe presin që të ketë zgjedhje sipas afateve kushtetuese. A duhet Bashkia e Tiranës t'i mbaj peng një herazi dhe 5 bashkitë e tjera, apo do bëjmë 2 palë zgjedhje të diferencuara, gjë që do ishte ras sui generis jo vetëm për jurisprudencën shqiptare apo për politikën shqiptare, por edhe për atë botrore, mendoj, sepse të bësh 2 palë zgjedhje të pjesshme lokale brenda harkut kohor të disa muajve, natyrisht kërkon shpenzime maramendse, logjistik, infrastrukturë. Absolutisht, pastaj është debati kush favorizohet. Këtu favorizohet opozita, e cila do ketë disa pak kohë më tepër për të përgatitur për zgjedhje, qoftë nëse këto mbahen të gjitha bashkë, qoftë nëse Tirana është në vete, pra i jep frymëmarrje, apo avantazhohet mazhoranca, sidomos nëse i ndan këto 2 palë zgjedhje, sepse përqendron burimet.
si që ka ndodhur në Kukës më parë, si që ka ndodhur në Imar më parë, si që ka ndodhur Gjetk, Rogozhin, ku mazhoranca, duke qenë se kishte vetëm një bashki, arriti të përqendroj gjithë burimet shtetërore në atë bashki dhe arriti të fitonte rezultat akoma më të thellë se sa zgjedhjet e mbarshme, megjithëse plasën skandale si skandali Gjitësit në Kukës dhe që pretendoi që ky skandal do avantazhonte palën tjetër. Kështu që janë të gjithë këto pikpyetje legjitime në këtë moment. Ajo që më përshtypje pas deklaratat e disa të themi të nomenklaturës lartë të DS, referohemi deklaratat Zotit Kolliçi për shembull, që thoshte deri para 2 ditësh që në asnjë mënyrë Zoti Veliaj nuk do ta çojë këtë në gjykatë kushtetuese. Ata janë një pakt dhe kjo do bëj që të lehtësohet masa e tij. Tani kjo është bërë thjesht duke parë filxhanin apo është bërë domethënë një lloj dëshire për diversion brenda. Unë kam pasur një qendrim. Do një mendim që Zoti Veliaj nuk do ta çonte në gjykatë kushtetuese. Nuk si? Që nuk do ta çonte çështjen në gjykatë kushtetuese. Është deduksion. Pse këtu pe? Deduksion logjik. Sepse nuk kishte zakonisht në politikë kur ti bën një lëvizje për të përfituar diçka, për të marrë diçka në këmbim. Dërgimi i gjykatë kushtetuese nuk prodhonte asnjë lloj efekti pozitiv. Përveç se do mbante peng Bashkinë Tiranë, në raport me zotin Veliaj nuk PS-s po thua me këtë. Jo, luftë PS-s, ai nuk ka luftë me PS-n, ai ka luftë me Ramën. Po, e drejtë. Se kjo PS-ja është shumë e madhe. Jo, nuk e ka me PS-n, ka specifikisht me zotin Rama. Ka një luftë ka kohë që e kanë, nuk është një luftë e re. Është një luftë në cilën në gjitha betejat zoti Rama ka dalë fitimtar deri më sot. Po çfarë më shkaj sot për ta bërë këtë luftë? S'ka se kjo është, nëse dështë në këtë kuptim, e vetmja arsye që do të shpjegonte një ankimim gjykatë kushtetuese do të ishte nevoja për të mbrojtur një linjë qëndrimi që ai ka pasur gjatë gjithë kohës, që unë jam kryetari i detyrës Bashkisë Tiranë dhe unë këtë funksion duhet vazhdoj ta ushtroj pavarësisht faktit që kam një dosje penale. Këtë ka pasur ai dhe ka mbajtur. Qëndrim. Dhe kjo është ndoshta e vetmja arsye për të arsye zoti Rama është koherent pastaj edhe në ankim dërgimin që është në gjykatë kushtetuese. Unë mendoj në fakt që ai ka disa arsye. Një është kjo që sapo tham, pra që ai tregon koherencë në lidhje me qëndrimin e tij dhe kjo është arsye pse zoti Rama mblodhi asamblen, pritikon dhe në mënyrë që ta shkarkonte fillimisht atje dhe pastaj ta zyrtarizonte me Këshillin e Ministrave. E dyta, zoti Veliaj është duke dërguar një mesazh politik zotit Rama që unë nuk do e lë këtë betejë pa luftë dhe unë do rezistoj në këmbim të marrjes pak të imunitetit të tij apo Kjo është ajo që unë nuk e rikuptoj, sepse në gjitha betejat para Rence i ka humbur. Duhet ta kishte filluar më parë luftën, absolutisht po. Në momentin që ishte në krye të bashkisë, në momentin që u çmontua grupi 5D, në momentin që ikën gjithë bashkëpunëtorët më të afërt që i t'i Rama me bashkiak pastaj. Këshilli bashkiak e tjerë. Pra ai e lan nuk e bëri luftën atëherë kur duhet ta bënte, por asnjë s'është vonë, domethënë. Dhe në momentin që ai e di shumë mirë fatin e Lefter Kokës dhe të tjerëve para tij, Alçi Bllakos e tjerë, dhe ai e di fort mirë që qëndrimi aty apo ndindja pas sekurave nuk është diçka e përkohshme, është një betejë gjatë juridike, pavarësisht se ai mundohet të galvanizojë të mbajë gjallë shpirtin atyre mbështetësve që kanë ngelur, duke thënë që unë do ta çoj deri në gjykatë kushtetuese etj etj. Është një rrugtim i gjatë i cili e distancon përfundimisht nga opozita. Ne kemi parë raste, nga politika. Kemi pasur të njëjtat raste me zotin Sajbit Ahiri, të njëjtat raste me bashkëpunëtorë të tjerë të cilët dhe pasi dolën nuk u rehabilituan politikisht asnjëherë. Nëse mund të kenë vazhduar aktivitetet private e tjera me radhë. Zoti Veliaj ka një vështirësi, e kjo duhet thënë për i vërtetës, që ai nuk mund të bënë dot luftë ballazi, sepse në një anë bën dhe kalkulime të interesave financiare që ai ka. Dhe kjo nuk është një fakt i fshehtë, të themi, për opinionin publik. Dhe deri tani kjo ka qenë ngurimi i tij kryesor dhe tani që ne flasim, ai po gjuan si me llastike, nuk arrin dot të gjuaj me artilleri. Jo vetëm se artillerisë po i mbaron municioni, por edhe pikërisht për shkak të frikave, paranojave, izolimit që ai është duke ndjekur. Megjithatë, ky është një akt themun politik i cili pavarësisht se Tiranën ja shtyn atë të themi, të merri fundit të mërshme apo të merr pafund, pra të merr pafund në një farë mënyre. Tirana është në një gjendje kaotike prej tashmë 7 muajsh, është pa drejtim politik. Dhe natyrisht kjo gjë nuk është se ndihmon Tiranën që shtyn zgjedhjet akoma më tepër, por ka ana tjetër, për izë vërtetës, do kishim bëni me një emërim politik në ana e Partisë Socialiste, nëse nuk do kishim këtë betejë që zoti Veliaj po i bënte një shërbim publik të themi në këtë rast, edhe elektoratit, në përgjithësi, duke e shtyr për një kohë të dytë, nëse gjithmonë gjykata kushtetuese merr kohën e saj, mbi një muaj dhe unë mendoj se do jetë e tillë.
Një produksion, nëse këta zgjedhin, opozita zgjedh një kandidat për që po bën negociata, i cili është premtues, një figurë që ka treguar se mbledh vota, nuk e di se kush mund të jetë ajo, mos më pyet këthupi, po kandidat të mirë. Nuk e kisha plan, po dhe këto kriteret po filloja të vrisë mendjen. Nëse nxjerr një kandidat të mirë, dhe duke parë që Velia i përmendu numrin e votave dhe sot ne flasim për një luftë të hapur me Ramën, a mund të fitojë zgjedhjet? Mund ta maksimizojë opozita? Kandidati opozitës zgjedh për Tiranën? Teorikisht po. Praktikisht? Praktikisht Shqipëri nuk ka asnjë rast vetëm në 35 vite demokracinë, në cilën një kandidat i opozitës të ketë mundur një kandidat të majorancës në zgjedhjet pjesëme vendore. Asnjë. Pse? Sepse është ndikimi që ka majoranca në pushtet është jashtëzakonshëm në rastin e zgjedhjeve vendore, impenjimi që bën është jashtëzakonshëm, pa llogaritur pasaj që më thënë është kohë shumë e shkurtër fushate. Për të mundur që opozita të mundi majorancën, zakonisht kërkohet që të ketë fushat më të gjatë. Në çdo palë zgjedhje, nëse ti merresh me strategji elektorale thotë që nëse ti je në opozitë, duhet ta fillosh fushatën përpara majorancës, shumë kohë përpara, që ti të mbyllësh atë që është hendekun që krijon pushteti. Dhe hendeku që krijon pushtetin në Shqipëri është jashtëzakonshëm. Do të themi edhe ca gjëra reale. Nuk mundet opozita të luftojë me pushtetin që ka majoranca aq më pak në Bashkinë Tiranë. Se në Bashkinë Tiranë Bashkia e Tiranës ka dy element, nga njëra anë pozitiv dhe negativ. Që është e para punës ka një shoqëri shumë më të civilizuar se pjesa tjetër e vendit, shumë më të lirë dhe shumë më fleksibël në raport me bindjet politike. Por nga krau tjetër ka dhe një rrjet jashtëzakonshëm interesash me fjalë që e cënon të lirin maksimalisht. Kështu që opozita të futet një palë zgjedhje të pjesëme vendore në Tiranë dhe të fitojë, do të bëj atë që unë do të thotë, do të ishte mrekullia e politikës shqiptare. Do ishte më e madhe se rikthimi i Berishës si mrekulli. Unë jam shumë dakord në atë që thotë Rezarti, që është për gjithë ato arsyet që u thanë, për mos i përsëritur, por ka vetëm një element, sepse e njëjti qëndrim ka mbajtur zoti Ali Mehmeti publikisht. Ai ka thënë unë nuk jam për një garë sprinti të shkurtër, jam për një garë maratonomake, do futem me ekip, sepse natyrisht kur janë zgjedhjet edhe për 4 vjet. Ka një përveç kohës, është një element shumë i rëndësishëm. Kur janë zgjedhjet e rregullta lokale, ti hyn me një këshill bashkiak, dhe ai këshill bashkiak marton interesat të ndryshme të aktorëve dhe faktorëve. Po lexoj për shembull New Yorku si shtet në vete, aq shumë fije ndërthuren aty, ishin 4 kandidatë, ai Erik Adams si ka qenë kryebashkiaku më pro-shqiptar në fakt, për vërtet deri tani u tërroq nga gara. Një është kandidat republikan, një demokrat dhe një garon si Pavaru, por që ka qenë më parë kryebashkiak dhe janë kaq shumë të ndërlidhura fijet. Natyrisht Tirana nuk është New Yorku, por është New Yorku për Shqipërinë. Pra ka kaq shumë grupe interesi, ka shumë interesa që nga ato të ndërtimit e merat, të cilat natyrisht influencojnë edhe mënyrën se si votohet, për mos thënë pasaj reforma territoriale administrative që ka bërë Tiranën, kam kohë që them, ai kandidati majorancës kur çdo qoftë hyn me 52% ose më saktë i Partisë Socialiste. Kështu që në rastin konkret, natyrisht që Tirana është një vështirësi shumë e madhe, natyrisht që opozita duhet të kishte ndezur motorët që në shkurt. Por ka disa element, tani jo për të bërë apologjinë opozitës, por që duhen marrë në konsiderat. E para, kur ti merrte në shkurt, kur zoti Rama po bënte mbrojtje publike te Erion Velis, ndoshta për ta përgjumur atë, dhe kur po sulmonte dhe gati linçonte në gjuhën e tij dhe bashkëpunëtorët Spakun, dhe që kërkon duke dhënë garanci publike, flas publike, jo private, që ai do ta mbronte Erion Velin deri në fund, dhe ku vetë zoti Veliaj ky valium duket se i bëri mirë në atë kohë dhe e burin firmosit në atë kohë. Pa. Do me thënë, kështu që normalisht apo do ta bënte në betejën para betejës së 11 majit, ku gjithë burimet e kufizuara ai sa ka opozita u fokusuan te gara elektorale. Ma lejon një 30 sekondë? Mund ta kishte bërë opozita këtë në një format shumë të këndshëm. Opozita do të hynte në palë në zgjedhje politike për Tiranën dhe mund caktonte si drejtues politik të qarkut Tiranë personin cilin do ta kandidonte më pas për zgjedhjet bashkiake. Këtë ishte pa i dhënë. Kjo do të ishte pyetja ime e radhës. Po nuk mund ta bënte dot pra se ja mund ta jap. Do të kishin projektuar. Kë do vinte? Ai që do bënte zgjedhje për 11 maj, do bënte edhe zgjedhje si kryetar po do bënte pjesa praktike, flas në teori, në strategji. Teoria dhe praktika nuk shkojnë në këtë rast, sepse ne kemi konfirmim që Jorita Tabaku dhe Ilir Ali Mehmeti ishte post factum, ex facto. Pra ajo që ndodhi
do me thënë që këta morën këtë rezultat historik, ndodhi pas zgjedhjeve. Ata vun drejtues politik, personin që kishte garuar në zgjedhjet e fundit. Po doja nuk e dinte që shkote në zgjedhje i cili kishte arritur një rezultat shumë të mirë në zonën e kombinatit, në zgjedhjet e fundit parlamentare, pra një person pavarësisht humbjes me mbi 40.000 vota, që pati përkundrejt kandidatit Veliaj, në letër ishte kandidati më i fort i mundshëm për zonën e Tiranës për shkak betejave të mëparshme që ai kishte bërë. Ata s'mund të vinin një person të pakonfirmuar në vot, vetëm në primare, si Ilir Ali Mehmeti, si drejtues të... Vëre të dytin. I pari është personi politik, po s'temi zoti Kliçi, vëre të dytin. Ti duhet, si opozita, duhet shikoj në qasje largpamse, që do të thotë, mua më duhet, opozita ka shkatruar Tiranën prej kohësh, të investohesh në kohë, ka shkatruar strukturën politike. Dhe gja që i strategji politike për aburi nomenklaturën e Zotri Dashur, mua më duhet të krijoj një kandidaturë për të ardhmen për Bashkinë Tiranë. Këtë kandidaturë duke vënd, s'keni vetë kjo është një, krijon 3 persona të cilët janë nën drejtues politik të qarku Tiranë. Dhe ti shef, kush është më jafti? Shef, kush është më Shumë dakord, po kjo është një strategji e ndryshme. Strategjia që zgjodhi opozitat, natyrisht e parë tani duket që ishte një strategji jo e suksesshme, ishte që e para të ndryshonte nga Zoti Rama. Pra Zoti Rama vuri 48 kandidatë të rinë për lista, opozita vuri lista kryesisht politike të pjesë e listës mbyllur. Pra për të bërë ndryshimin. E dyta, për të shpërblyer besnikërinë të atyre që kishin qëndruar pranë në momentin. E treta, nomenklatura e lartë, pra po të shikojmë 12-vjeçëm e Partisë Demokratike, aty ishtin të gjithë personat që o kreu këshillit kombëtar, o sekretari përgjithshëm, sekretari organizativ, kryetare gruas, kryetare diasporës, pra gjithë kishin pozicion politik i cili shpërbleja apo kundërpërgjigje dhe treta për ta përfunduar. Lista e hapur ishte ajo që i da bonus në fakt, se po mos ishin këta të listës të hapur, dhe të ishte e kundërta, ndoshta rezultati do ishte akoma më i keq. Këta do kishin marrë votat e tyre dhe këta të listës mbyllur do të merrin vota. Kështu që duhet parë kjo për të bërë një analizë të mund më të plotë. Megjithatë të vijmë dakord që do kishte një projekcion, do të kishte më herët fushata e 11 maj. Në një vit e gjysmë, duhet kishte absolutisht në momentin që ti bën protesta kaq shumë, ti do ta kesh kandidatin, do ta kesh jasë. Po, duhet ta kishte shfrytzuar në terren që ai që do shkonte të merrte vota, të ishte projektuar dhe si kryetari i ardhshëm i partisë politike në Shqipëri duhet të kenë dhe qeveri hije. Po, funditës. Dhe sot diskutojmë a gjetën një figurë apo se gjetën. Për te i kësaj, sot këthupi politika zjen për fijet e erta, për takime të cilat janë bërë në Aruba dhe flitet pikërisht mes politikës dhe karteleve të drogës. E para njëherë pa hyrë tek detajt të sjell pastaj dhe që kanë të bëjnë me kullat e Tiranës, se kishte një reagim dhe Berisha mbrëm. Çfarë të vërtet e ka, ose pse po e trazon politikën Aruba? E para njërë dhe si jurist dhe si politikan, ka vërtetësi, ka indicje reale, çfarë po konsumojmë? Ka vetëm një fakt pse Aruba përshtetson politikën shqiptare, se e ka thonë dikush që është jashtë Shqipërisë. Ne që jetojmë në Shqipëri, ti, unë, Iliri, kush do tjetë që ka një lloj aftësie për të pas informacion, e di faremi që këto takime Shqipëri janë të rëndomta. Të nuk është në gjë e habitshme që politikanët tanë takohen me njerëz të inkriminuar. Është një nga gjërat më normale në Shqipëri. Po na bën përshtypje kur kjo gjë ndodh jashtë Shqipërisë në Aruba, se duket si kështu vend egzotik, sigurisht kush e di çfarë shton. Po pse më këto kullat që bëhen këtu në Tiranë, më fal, do t'i numërojmë me radhë. Jo, se doli që dhe mali Tiranës është. Ja se do dalim dhe aty. Është kështu, është bën Aruba, do të thënë nuk doli që Berisha. Ja, se do dalim po. Po tash më tham fal. Nuk kanë në këtu, tash duhet jemi qorra fare për të mos kuptuar me feqe. Gjithë ky nivel ndërtimi në Shqipëri nuk mund të financohet dot me para normale. Të merr gjitha institucionet ndërkombëtare, kombëtare, shqiptare që bëjnë analiza financiare dhe thonë që niveli i ndërtimit në Shqipëri financohet me para jo të pastra. Tash ky vendi kemi zgjedhur të gjithë mbyllim syt nga pak. Raporti i fundit i Departamentit të Shtetit. Kemi zgjedhur të mbyllim syt të gjithë nga pak. Për të thënë, pse sepse na duhet ky zhvillimi ekonomik pjesërisht. Qeveria e ka mbyllur fare, tjerët mbas qeverisë, çik më pak se bëjmë në denoncim herbasere. Por ky në fakt ndodhi në Aruba, atje në Aruba do të diskutuar një gjë që nuk është diskutuar kurrë. Ke liçeni thatë, këti nga bloku, më thënë, këto janë gjëra që këtu në Shqipëri nuk i diskuton njëri. Çohen njerëzit dhe shkojnë në Aruba për të bërë një diskutim të jashtëzakonshëm ku do ndërtohen dhe 4 kulla tjera. Sa milion metra katror janë dhënë në 6 vitet e fundit në Tiranë? 5 miliona, 6 milion metra katror ndërtim? Pse këto
500.000 metra katror shtesë që u dhanë atje në Aruba do të bëjnë diferencën. Do më thënë, kjo që ka ndodhur në Aruba është një gjë e re, nuk ka ndodhur kur në Shqipëri. Kështë puna këtyre themi të bildit, përgjimeve të bildit, që dolin ato dhe u habitën gjithë si ka mundësi që politikanët ta të flasin me njerëz të inkriminuar. Realiteti shqiptar, dëgjoj, Shqipëria është vend shumë i vogël. Po i vogël fare. Nuk ka mundësi që ti të ngresh një kull 64 kate me një shoqëri që ka kapitalin themeltar 100.000 lekë. Sepse vetëm për të filluar, që të bëjmë një thjeshtim për popullin e dashur, në një kull e cila e ka vlerën, po themi, 50 milion euro, si kurse është një kull me 50.000 metra katror ndërtim, me kosto mesatare 1.000 metra katror ndërtim, vetëm kosto dokumentare për të filluar pagesa e taksave, pagesa e lejes, pagesa e infrastrukturës, shkon mbi 1 milion euro. Tash një kompani që ka kapitalin 100.000 lekë, ku i gjen 1 milion euro? Se një kompani me kapital 100.000 lekë nuk ka mundësi as të marrë kredi, se kush është banka që do japi kredi? Është themeluar para 2 muaj, mori leje në muajin e tretë dhe ka kapitalin themeltar, ku i gjen 1 milion euro? Kush e je? Më thënë, kush është ai që është institucion financiar me mend në kokë që jep 1 milion euro një kompanie që nuk ka asgjë? Mjafton kjo analizë thjesht për kuptuar që në Shqipëri kjo pjesa e ndërtimit me parat ardhura nga trafiqet dhe nga korrupsioni është që normale. Tash pse habitemi që këta njerëz të takuan në Aruba, kanë zgjedhur një pikë mesme, kanë bërë një javë plazh. Po diskutimet janë po ato që janë bërë në Tiranë. Shiko, unë jam pjesërisht dakord. E para, ne kemi konfirmime, një artikull i The Guardian i para 7 muajve, thoshte që janë 2.2 miliard euro që pastrohen kryesisht Tiranë përmes sektorit ndërtimit të Shqipëri. Mos shkojmë më larg, raporti i PNUD-it me autore zonjën Linda Rama. Po ta lexoni atë raport, do të thënë e thotë qartë, e thotë 1.7-1.8 miliard euro në vit. Por ka një diferencë zoti Ktupi dhe ju e dini që ka pasur krim të organizuar natyrisht në Shtetet Bashkuara të Amerikës përpara se Lucky Luciano të krijonte sindikatën e krimit. Dhe në momentin që u krijua sindikata e krimit organizuar me ato familjet e përhershme, 5 familjet, ishte ajo që u quajt pastaj mafia dhe që e njohim dhe përmes kinematografisë dhe përmes dokumentarëve tjera me radhë. Pra është një tjetër gjë të kesh qoftë krim të organizuar, është tjetër gjë të kesh një sindikat ndërkombëtare krimis, po them mafia se ajo ka atributet e veçanta të Italisë, duke përfshirë Ndrangheten, me cilën kanë bashkëpunim të fuqishëm mafia shqiptare apo krimi organizuar shqiptar, Sacra Corona Unita, Cosa Nostra apo Camorra. Tani, personazh e para njerë fakti që takojnë në Aruba këta, dhe që kjo dokumentohet nga një gazetar investigativ italian, botohet në libër, që jep shumë, mendoj, kredibilitet, në një vend që nuk ka nevojë, është një në ato parajsat fiskale që shkojnë dhe që dihet që është një ato piktakimet e krimit të organizuar ndërkombëtar, aty na del që dhe mali Tiranës që nga financuar nga ata, pra që u akuzua padrejtisht mendoj unë opozita në rasti konkret, dhe kjo gjë duhet thënë, pak me aq sa ka dalë në dritë deri tani. E katërta, ky krimi organizuar ndërkombëtar lidhje shumë të ngushta me zyrtarë shqiptarë, se janë vetëm këta. Ata ka të vëllezërit Jusaid që ishin në Meksik, do me thënë që ati akuzohen për formim karteli, që kanë kazino në Meksik, hynë e dalin kryeministri, ka pasur pamje për këtë, ka pasur, do me thënë, janë dhënë video apo fotografi të çaste ka hyrë personi dhe ka dalë nga kryeministria. Këtë tjetër mund të takonte aty përveç ati që është kryeministri e tyre. Në njërin që punon aty që pra, dhe të gjitha këto vinë bashkë, kur ne marrim deklarata, presidenti aktual i Kolumbisë para disa kohësh tha sindikata e krimit ndërkombëtar me qendrën në Dubai, ku shqiptarët ishin grupi kryesor. Në Ekuador nuk ka nevojë ta përmendim sepse dihet kush janë eksponentët shqiptar dhe me lidhje shumë të forta me portin e Rotterdamit dhe të Antwerpit në Belgjik. Tani këto dihen ka shumë gjëra sa kemi dëgjuar, nuk na bëjnë më përshtypje, por fakti që Shtetet Bashkuara të Amerikës po i konsideron grupe terroriste kartelet dhe kartelet shqiptare në Amerikën e Jugut dhe në Europë, të cilët që nga takuar në Aruba bashkë dhe me zyrtar shqiptar, duhet na trondisim minimalisht dhe duhet të japë një lloj kredibiliteti termit narkoqeveri që përdor opozita, apo jo, ndaj mazhorancës aktuale. Sepse këto gjë që ne pranojmë si normale, që pastrohet para në lavatriçen e ndërtimit në Tiranë, kjo gjë nuk është, ka një kosto të jashtëzakonshme, mendoj unë për qytetarët, sepse jo të gjithë arrin ta perceptojnë. Se ka qytetarë që thonë, po mirë, para janë ato që vinë këtu, kështu bë Miami, kështu bë. Jo,
ajo është para e drogës, e cila deformon konkurencën e lirë, e cila arrit jashtëzakonisht çmimin e jetesës për qytetarin shqiptar, e cila çon në emigrim të pakthyeshëm për shtresën e mesme të shoqëri, e cila deformon çdo lloj sistemi vlerash që ka shoqëria. Dhe kjo ka një fajtor. Si shto në Kosovë liria ka një emër, e këtu fajtori ka një emër. Mos tani nuk e gjatë si presit gjithë kësaj gjë që the. I gjithë problemi që kam unë është ky. Që do të thotë, ne nuk duhet kujtohemi për shkak një raporti të dias italiane apo të deas amerikane që në Shqipëri ndodh ky fenomen. Nëse kemi një shqetësim, ky shqetësimi nuk mund të jetë shqetësim me aksion. Kemi një qeveri që bën veprimet i bën me aksion dhe nuk mund të kemi një shoqëri që gjithashtu kujtohet me aksion. Nëse jemi të shqetësuar për modelin se si qeverisë e Shqipëria, për lidhje qeveria shqiptare ka me korrupsionin, me narkotrafikun, me organizatat kriminale, atëherë ky duhet të jetë një shqetësim konstant, cilin ne si shoqëri duhet ta adresojmë në mënyrë të vazhdueshme. Nuk mund të kujtohemi her pas here. Ne jemi në kushtet kur sot diskutojmë. Berisha thoshte para disa orësh në 2023 thotë mediat e kontrolluar shpifën që kulla në qendër qytetit, mali i Tiranës ishte Sali Berisha. Sot doli e vërteta, regjistrimet antimafis italian, takimin e Aruba me kartelet e qeverisë shqiptare takojnë mali i Tiranës është e krimit të organizuar me bekimin e Ramës. Tani ne jemi në kushtet kur këtu diskutohet kupola e politikës se kush ku dhe me këj ka kullat. Se një pjesë, se di se bëndi sigur, një pjesë e politikës, këta që janë pushtet, janë të lidhur gjithë me këta, dhe këta që janë opozit nuk kanë asnjë nga këta personazhet. Unë duhet ta kuptoj, unë se bëj kështu. Çka bëjnë të lidhur të gjithë? Mjafton të jetë lidhur kreu i majorancës dhe pastaj fijat zbresin poshtë. Shiko, kreun e majorancës me kë i zgjidh problemet dhe hallet që ka, me kë shoqërohet në për çarta private të tjera, me kë takohen varësit e tij, dhe e kuptuar se kush është niveli me cilin qeverisë kreu ishte. Dhe pastaj kështejohet shih me kë shoqërohet kreu opozitës dhe e kuptuar se çfarë drejtje jetojmë ne këtu. Dhe problemi është këta dy njerëzit, baballarët e kombit, ylli i opozitës dhe ylli ose dielli i opozitës dhe dielli i majorancës. Po me kë shoqërohet kreu i opozitës, s'na thatë. Po nga ata që i përplasin dyert e PD-ve, që i përdor për shëmbur dyert e PD-ve. Është ekuivalenca e një tani mbien keq, domethënë. Ose është në opozitë më gjithë tash, më imagjinoj do bënte njëri kreu i PD-s apo kreu opozitës një të themi dhe i qofte një rrugaç në nivelit të 4, domethënë 5 kryetari partie, nuk një çdo lloj antar partie, domethënë ti lidhe biografinë. Do të referohemi dokumenteve britanike se çfarë njohjesh ka. Pra, e ka parasysh për rastin që ju thoni, pra një njeri i rangut 4-5 duhet patjetër që ta njohë kryetari i partisë, domethënë cilit pastaj shkon dhe ndasën. Nuk është kaq e bardhëzi sa e bëre ti, është pak më ngjyra. Problemi nuk është ky, problemi është një tjetër. Problemi është baballarët, dielli i opozitës dhe dielli i majorancës që ne kemi që na kushtojnë jetën tonë politike, në të mirë të kombit mund të kishin zgjedhur mënyra shumë të thjeshta për të korrigjuar këtë situatën në cilën ndodhet Shqipëria sot. Kur ulen bashkë dhe bëjnë pazare, mund të bëjnë ca pazare që thonë, po zotëri dashur, kemi një problem në Shqipëri, që është pastrimi i parave, kemi një problem në Shqipëri në cilin është deformimi i ekonomisë për shkak të parave të pista që futen në ekonomi, dhe këtë deformimi do ta rregullojmë duke bërë një paqe fiskale ne të dy, që do zgjasë 10 vjet do ta rregullojmë 1, 2, 3, 4, 5 gjëra. Po këta nuk duan këtë gjë, këta duan të bëjnë zhurmën e zakonshme, ku njëri thotë që këti i ndërton kullat me paratë e krimit dhe tjetri ndërton kullat me paratë e krimit, dhe po të shohësh ca kulla pastaj del që këta të opozitës janë bashkërtak me këta të majorancës kur ndërtojnë kullën. Dhe pastaj në fund fare bëhet gjithë kjo zallamahia vetëm keq ku denoncon, keq ku nuk denoncon. Atë mos të denoncosh pastaj, domethënë kush është. Jo më denoncoje, po o lir, më falni sekond, problemi nuk është vetëm këtë denoncim, problemi është si do i rregullojmë gjërat më. Si do i rregullojmë? Ai ka votat vet 83+3 vota. S'ka nevojë fare për votat e opozitës për të ndryshuar kodin penal. Po ky problemi nuk ka lindur tani besoj. Që ky Karama 83 vota ka lindur para një 15 vjetësh. Dhe ti kishe mundësi që në këto 5, më fal, listaturën e kaluar, e dinim këtë problem, e dinim. Po bëje një marrëveshje. Kishin 5 muaj pa parlament e ne kaluar domethënë. Po se kishin çështje më të rëndësishme se interesi qytetarëve shqiptar. Por në ato 6 muaj parlament që bën, kur dhan votat për amnistin penali, thoshte lutem do ta kurzojmë votën për amnistin penali dhe për kodin zgjedhor, do ta kurzojmë me një reformë fiskale në cilën qytetarët shqiptar të ndihet mirë. Po reforma fiskale propozoi zoti Rama, po ishte një anshme dhe ishte, domethënë reforma e cila çunat e Londrës, siç u shpreh vet zoti Rama, domethënë i sillte të legalizonin. Ti përdor atë që thot zoti Rama për të arritur një reformë. U kundërshton nga Bashkimi Evropian. U hap dera për ta bërë reformë fiskale. Propozoi ti një diçka më të mirë. Thupe.
Opozita nuk ka vetëm bërtitjen dhe denocimin. Ka konstruktivitetin, duhet të propozoj. Mekanizme që të... Ka një lajm që besoj vlen për ta ndarë së bashku, sepse flitet për 3 milion euro të sekuestruar të një notere nga Tirana, që janë përfituar nga krimi, janë 18 asete. Si? 35 vjeqe me 3 milion euro. Ato më thoja që është 35 vjeqarja. Ka dalë edhe... Si është bërë notere, kur të kesh kohë? Si? Do të shikosh pak si është bërë notere, si fillim. Ti di çka më shumë para se shkojtë Arseni? Do di si funksionon kur të bërë notere. Bëhet fjalë për Sanja Tel Hallari. Di si bëhet notere? Po. Si bëhet? Shkon ke ministri drejtësisë, paguon një job që varion nga 30 deri në 100.000 euro, në varësi të njohuri që ke ministrin, dhe ministri për te numrit normal që është, sepse numri noterëve në Shqipëri është i lidhur në raport me numrin e popullatës. Aktualisht është pak në dy fishja sa është krijohet një vend për notere për... E qartë. Ta një pyesim Arsenin se i ka detajet. Arsen, përshëndes. Përshëndetje, Aida, në afro 11 vite, Sanja Tel Hallari ka bërë transaksione, shit blerje, kalime pronësish, dhurime, por e veprime të cilat lidhen edhe me bankat, në apartamente, dyqane, parkime, automjete, por deri në vila. Një prej tyre tashmë është sekuestruar si pjesë e 18 aseteve në Rolling Hills, e një vlerë prej afro 3.5 milion euro. 13 janë pasuri, ndërsa 5 janë llogari bankare. Sanja Tel Hallari dyshohet se ka bërë pastrim parash për llogaritë të ish-bashortit të saj, i cili është pjesë e një organizate kriminale të shfrytëzimit të prostitucionit, një vepër penale dënueshme në 21 vite dhe është shpallur në kërkim ndërkombëtar për llogaritë të drejtësisë italiane, por jo vetëm. Ka qenë hetimi i krimit ekonomik e policisë së shtetit që ka arritur në këtë konkluzion, ndërsa emri Tel Hallarit nuk është i panjohur, ai është përfshirë më herët në përplasje fizike, po ashtu është grabitur ambienti i banesës dhe zyrës, por nga ana tjetër pati dhe një përplasje përgjatë fushatës elektorale ku vëllai i saj u përfshi në një përleshje fizike me disa eksponentë të tjerë të hetuar nga policia dhe dyshimet ishin se lojrat e fatit ishin pjesë e kësaj përplasje me armë në zonën e Alidemit. Deri në këto momente nuk ka një vendimarrje të Ministrisë së Drejtësisë për t'i pezulluar ngrirë apo hequr licencën Sanja Tel Hallarit, por është një notere e cila dhe pse 35 vjeç asetet pasuritë e saj i ka mjaft konsiderueshme, por ka edhe aktivitete tregtare me niptin e saj duke bërë mjaft kontrata. Pjesë e këtyre kontratave në 11 vjet janë konkluduar në 18 pasuritë pa justifikuara, 13 për e tyre asete, pra prona dhe automjete dhe 5 llogari bankare të sekuestruar pranë bankave të nivelit të dytë. Po Aida. Mos u largo Arsen, këthupe, se shikoj që teksa Arseni raporton, këtu ka ngjallur mjaft reagime, edhe Kalema që rrallë ndodh, po këthupe. Se ideja është tani, sa Sanja mund të ketë, ose çfarë ndodh në rastin konkret? Kjo është pjesë e hetimeve, se çfarë do të ndodhur shumë, mendoj që hetimet do të nxjerrin pa, ajo që të vjen të vëzhduar në kokë pasaj është një vajzë 35 vjeçe që ka 11 vjet që ushtron profesorin noterit. Në ka fituar profesorin noterit 24 vjeç. Direkt sa ka dalë, sa ka marrë universitetin, është bërë notere. Kjo i përket Brezit që kam pas shkollën 5 vjeçar. Këto janë Brezit që kanë kap nivelin 5 vjeçar të shkollës, e kanë mbaruar zonja në 2013 në universitetin dhe më njëherë është bërë notere. Nuk po hyrë diskutime tjera. Arsenin e kam prapë në linjë. Është çmenduri e vërtet. Po, Kalema, se ty të kishte për përshtypje? Po jo, për te asaj që për mire zarti me drejt, me atë çfarë dëgjuam nga Arseni, do me qoftë vlerat 3 milion euro në këtë mosh, qoftë buri që pas ka qenë një eksponent i spikatur i krimit organizuar me vendim gjykate për trafik prostitucioni, do me në gjitha këto ka një vetting apo s'ka, se ne flasim vetting unë drejtësi, po pjesë e noteris, e cila u caktoka nga Ministri Drejtësisë. Nuk duhet të kalojnë në të njëjtin filtr. Do me thonë, nuk shu që ka ca gjëra që këtu në Shqipërinë në s'na bim përshtypje, por vetëm ato fakte që paraqiten, natyrisht gjykata do të thotë fjalën e fundit, tregojnë që këtu pastrohet para dhe pastrohet 18 asete i kishte vetëm zonja në emrin e saj, me që po flisim për pastrimin e parave. Arsen, edhe një herë tek mënyra se si ne e njohim ose si opinioni publik e njeh noteren në fjalë?
Fakt është një notere e cila njihet për pasuritë e saj, por nga ana tjetër emri i saj është përfolur tek ngjarje kriminale siç ishte përplasja me armë dhe dhunë fizike në ambientet e zyra të Partisë Socialdemokrate, aty ku vllai i saj doli me një armë shotgun në dorë duke patur një përplasje. Bastet janë pjesë e hetimeve shpeshherë që ka patur policia krimi ekonomik i kryeqytetit, por nga ana tjetër për sa i përket veprimtarive të saj juridike, ajo është një biznesmene, një juriste me një nip notere e cila po ashtu ka dhe aktivitet tregtar. Dalur tek pastrimi i parave, krimi ekonomik thotë se pjesë e këtyre fondeve të përdorura për transaksione në 11 vjet dyshohet që vijnë nga ish-bashorti i saj, i cili është shpallur në kërkim ndërkombëtar për një vepër penale e cila ka një marrë dënimi nga drejtësia italiane deri në 21 vite. Po ashtu kërkohet nga drejtësia shqiptare në momentin e arrestimit mbetet për tu parë, por arsyeja e sekuestros mbi këto asete është për të mos u tjetërsuar ato deri në përfundim të hetimit gjyqësor më pas të një vendimi të drejtësisë qoftë shqiptare, qoftë ajo italiane. Teksa Ministria e Drejtësisë do duhet të reagojë për një vendimarrje në lidhje me licencën, pezullim, heqje apo deri një veprim juridik për shkak të dyshimeve se kjo shtetase është përfshirë në pastrimin e parave. Nga ana tjetër, për sa i përket një vettingu tek noteret, por jo vetëm, është ende në fazat e diskutimeve, nuk është pjesë e proceseve që ata që kandidojnë për të bërë noter apo shërbyes publik si përmbarues gjyqësor apo pjesë të tjera, ti nënshtrohen më parë një procesi vettingu. Pse atëherë, çfarë ka ndodhur që shkuan pikërisht tek sekuestrimi i 18 aseteve që kapin 3 milion euro? Çfarë indiciesh ka drejtësia që vepron në tilla raste? Pra si arritëm deri këtu? Në fakt është një hetim i kahershëm i krimit ekonomik e prokurorisë Tiranës. Dyshime për pastrim parash, transaksione në vlera të pajustifikuara me të ardhurat kanë bërë që të konkludohet në të masë preventive si që është ajo e sekuestros. Dërsa hetimet vijojnë edhe për aktivitetet të tjera që mund t'jenë jashtë pastrimit parave, si që mund t'lidhe me bastet, me konfliktet ndërmjet grupeve kriminale, por e shfrytëzimit të prostitucionit. Ndërkohë, këtu flasim për një notere e cila mund të humbas të drejtën e ushtrimit të detyrës dhe pasurisë të sekuestruara për llogaritë të tjerëve, apo për akuza që rëndojnë tek zonja në fjalë, tek 35 vjeçarja? Deri në këto momente, dyshimi ndaj Sanja Telallarit është ajo i veprës penale të pastrimit parave. Për të humbur licencën do duhet një vendim gjyqësor i formës prerë, momentalisht mund të jetë një veprimi Departamentit të Shërbimeve Publike në Ministrinë e Drejtësisë për ta pezulluar atë deri në një vendim të formës prerë. Ajo e ka statusin e noteres, mund t'i hiqet nëse ajo kapet në një shkelje të rëndë të ligjit. Deri në këto moment ajo ka prezumimin pafajësisë dhe është e dyshuar për një vepër të rëndë penale, ajo e pastrimit parave, ku shpeshherë mjaft veprime të tilla si transaksione të shitblerë të pronave, të automjeteve apo mënyra për kalimin e pastrimit parave janë zyrat e noterive të dyshuar dhe këtë herë zonja edhe si noter është vetë dyshuar për pastrimin e parave. Qartë. Pra, ndërkohë po shikoja njoftimin dhe thuhet që paralelisht po kryen edhe veprime hetimore për të gjurmuar dhe sekuestruar pasuritë të tjera të 35 vjeçares. Pra dyshohet se ka të tjera pasuri të cilat mund të kenë ardhur si pasojë të aktivitetit të dyshimt. Momentalisht 18 asetet janë të dokumentuara që kanë lidhje fizike dhe juridike me Sanja Telallarin, ndërsa dyshimet janë që mund të ketë për këtyre aseteve në emër të personave të tretë ose personave për të shmangur lidhjen direkte në një rast të procedimit penal. Ajo çka është dokumentuar deri në këto momente janë këto 18 asete, por nuk përjashtohet mundësia e të tjera aseteve që do duhet të dokumentohen fizikisht dhe juridikisht në një lidhje me Sanja Telallarin, tashmë e proceduar penalisht dhe dyshuar për veprën penale të pastrimit parave. Faleminderit Arsen. Kalimaj, pyetja që lind është vetëm Sanja, apo ne jemi në një fushë që realisht shikojmë rëndom që ka qytetarë që ankohen për veprime që bëhen tek noterët. Kjo sigurisht është ulëritse, kjo është një çështje që jetë luksi e përfolur. Shtron disa çështje për diskutim që dhe disa pikpyetje shumë të mëdha që ne duhet i përgjigjemi. E para që të vjen në mendje është që sa është numri atyre eksponentëve të drejtësisë, qofshin gjyqtar, prokuror, noter, po i përjashtoj avokatësh, profesion i lirë,
të cilët natyrisht janë të përfshirë drejt për së drejti në afera kriminale, të cilët kanë investuar pastaj përmes pastrimit parave në real estate, në imobiliare, duke fryrë dhe fluckën e imobiliareve që na prek pastaj gjithëve si shoqëri. Kjo është gjë e parë. Gjë e dytë që të vjen në mendje është fakti që për shembull i vllai i saj pas ka pasur edhe eksponent politik, një përplasje me armë, se këto janë dokumentuara, siç na tha dhe Arseni, dhe na çonte parlagjishmëria e basteve, do të thënë, e cila është një bum i krimit i cili sot është jo i rregulluar, i cili sot është burim shqetësimi për komunitetet, i cili natyrisht është burim rreziku për dhe depërtimin nga ana e bandave kriminale. Dhe bëjmë fjalë për një familje nukleare, ku bashkëshorti është trafikant prostitucioni, dhe i dënuar me gjykat italiane, dhe vllai është një eksponent i bastave të palishme, natyrisht edhe eksponent ndoshta politik, të cilët natyrisht kontrollojnë, gruaja kontrollon një sektor, si anoteria, që është një sektor gati monopolistik, se është numri i kufizuar i personave që mund të haken këtë licencë, buri eksponent i krimit organizuar, vllai gjithashtu, dhe natyrisht me kontribute të spikatura politike. Kështu që kjo është ai trekëndçi Bermudës i famshëm që ne ndonjëherë flasim lidhjet politik, natyrisht botën e ndeshme dhe drejtësi. Pra gjithë këto janë disa interpretime të cilat natyrisht nuk duhen ndaluar te rasti i veçantë, sepse është gjykata që do të thotë fjalën e fundit, por te fenomeni me të cilin kemi të bëjmë dhe i cilin natyrisht na prek që të gjithëve, dhe duhet ngritur si shqetësim mendoj. Këtuve, besoj ti ke diçka për thënë? Apo ke mbet pallate? Jo, absolutisht po dëgjoj. Se themi ne, e filluam bisedën shpare dhe do të diskutonim sa para pastrohen në Shqipëri. Këto parat nuk pastrohen shumë në një mjedis steril, vakum. Pastrohen një mjedis në cilin marrin pjesë shumë hallka. Që nga sistemi bankar, nga sistemi i drejtësisë, në gjithë ta kanë pjesën e tyre, sepse ti për të shit bler një pasuri të patundshme, do të kalosh detyrimisht nga noteri. Dhe noteri është hallka në cilin ti patjetër duhet të shkosh për të referuar se ku, si, qysh tek do të kalojnë paratë. Pastaj të duhet përmbaruesi për të ekzekutuar, të duhet avokati, të duhet banka, ku do të hyjnë paratë. Kur themi që këtu pastrohen 2 miliardë euro, sa ishte shifra e zonjës Rama, 1.7. Qofse këtu themi si mas shifrës cituar nga zonja Rama që miliard. Po pra, pastrohen 1.7 miliardë euro, nuk është që vjen një valigje me 1.7 miliardë euro dhe shpërndahet. Është një shumë me cila futet vazhdimisht në ekonomi dhe futet në ekonomi nëpërmjet gjithë këtyre kanaleve. Këto janë kanalet që e fusin. Dhe në këtë pikë, ky është një rast, që ky rasti ka raste tjera pafund, sepse ndryshe ti nuk ke luksin ose mundësinë që të pastrosh 1.7 miliardë euro në vit në ekonominë shqiptare. Dhe një evidencë është euroa. Ku është euro sot? Do me kanë ikur emigrantët, kanë ikur turistët, dhe euro është në niveli më të ullët historik që ka qenë ndonjëherë. Por të provuar që gjithçka që ne themi me pastrimin është, këto janë mekanizma. Zonja është një nga mekanizmat, ose le të themi presupozohet që është një nga mekanizmat nga policia e shtetit. Si zonja ka pafund. Nuk mund të jetë një. Të ne na rezulton vazhdimisht që kemi një individ në moshë shumë të re, cilët disponojnë kompani që kanë pasuri të frikshme. Ndërkohë që nuk ka bërë kurrë në gjë në jetën e vet. Dhe kjo tregon jo vetëm se këtë version nuk e përdor vetëm ky sektori i pastrimit parave, palishme. Përdoren dhe këta të korupcione, dhe këta këtë një dhe një gjë bëjnë. Marrin kompani, ndërtojnë kompani, bëjnë rentabël kompani dhe pastaj. Po si është e mundur këtë bëj që krijohet paraja nga bota e krimit, noteri, blerja e pasurisë. Këtu rregullohet i gjithë puzzle-i, nuk është se këtu... Tashi që mos bëjmë sikur Shqipëria është vendi i tmerrshëm ku Jo, ndodhet unë kisha informacione që kanë shkaktuar plagë sociale noterët për çështje pronësie etj, sa të shohim. Po jo ke kjo kaq dukshë për shkak sepse luksi i Sanjës vërtet po ta shikosh. Ka zgjedhur, nëse justifikon, ky është proces, as nuk e paragjykoj fare, se nuk është rasti. Ka zgjedhur që në jetën e saj private dhe publike të bëjë një standard, nuk i hyj këtij debati, unë sepse për mua nuk është kjo e rëndësishmja. E rëndësishmja ajo që ndodh në Shqipëri është që ne nëse duam, atëherë pastrimi parave nuk është fenomen vetëm në Shqipëri, është fenomen barbotror, në gjithë botën pastrohen para. Okej. Por në të gjithë botën, parat pastrohen duke me shtetin që e lufton pastrimin e parave. Okej. Dhe në rastin konkret, kur flasim për shtetin, shteti nuk është vetëm qeveria, shteti janë dhe noterës, është funksion publik.
Shteti janë dhe përmbaruesit, se është funksion publik. Shteti është dhe sistemi bankar, se është po prapë funksion publik, pavarësisht se aktivitet tregtar. Janë disa funksione të cilat shteti duhet t'i unifikojë dhe t'i kontrollojë në mënyrë tillë që ta zvoglojë përsa është e mundur të nocionin e pastrimit parave. Se që do ketë pastrim parash, do ketë gjithmonë. Por ti e lufton në mënyrë që ta minimizosh dhe në mënyrë që të mos krijosh kushte në cilat ky të deformojë ti ekonominë. Dhe ti pastaj shkon në këtë ekonomi që ke sot, që është pa drejtim ekonomik. Ti nuk e din se ku do shkosh. Nëse larg qoftë, nëse kryeministi ton dashur do t'i ndërpritet burimi i parave të pista, ekonomia shqiptare do futet në një kolaps të frikshëm. Kolaps, nuk do kesh likuiditete për të vazhduar, sepse nuk ke. Sepse nëse ty të ndërpritet, sot sektori i ndërtimit në Shqipëri ka shkuar gati 20% për prodhimin e brendshëm bruto, që është çmenduri. Në asnjë vend të zhvilluar nuk arrin sektori i ndërtimit në këto nivele. Ndërkohë të ka rënë prodhimi bujqësor dhe të ka rënë prodhimi industrial. Është i 5 vit radhazi që ti vazhdon vetëm me ndërtimin, që do të thotë nëse nesër ty të priten burimet, se çfarë po të ndodhë, ajo që po të ndodhë është që agjencitë ligjzbatuese jashtë Shqipërisë po tentojnë të presin ty kokat e krimit organizuar. Dhe nëse ty do të pritet burimi, ku do të shkojë ekonomia shqiptare? Çfarë do të prodhoj? Çfarë do hash ti vajzë? Kjo është pyetja. Faleminderit Kalimaj, faleminderit këtu, faleminderit që na ndoqët nesër, si zakonisht jemi në orën 10.